Mbrëma të nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion, në një emision disit veçantë. Është vijimi një serie që kemi nisur që në sezonin e kaluar dhe që titullohet ndeshje që kanë lënë mbresh i takon futbollit. Ne kemi përzgjedhur një seri prej 3 ndeshjesh të mëdha të ekipit kombëtar dhe 2 ndeshjesh po ashtu të njohura të ekipeve të klubeve sportive të Shqipërisë, të cilët kanë pasur ose që kanë qenë ndeshje që kanë lënë gjurmë ose kanë lënë shenjë në historinë e sportit shqiptar. Për arsye se kanë qenë ndeshje të suksesshme, natyrisht ekipi kombëtar i Shqipërisë nuk ka të shnuara në agjendën e tij ose në serinë e tij një seri të madhe fitoresh ose ndeshjesh pozitive. Kjo që ne do trajtojmë sot është jo vetëm nga ato më të rëndësishmet, por padyshim është një ndeshje që ka lënë gjurmë megjithse ka kaluar pothuajse 43 vjet nga e ditë. Takon 17 dhjetorit të vitit 1967 kur ekipi kombëtar i Shqipërisë drejtuar nga Loro Boriçi barazoi në stadiumin Qemal Stafa me ekipin e Gjermanisë Helmut Schönit 0-0. Por jo vetëm kaq, nuk mjafton rezultati 0-0 e la Gjermaninë në kampionin e botës një vit më parë në kampionatin botror të Britanisë kur kishte humbur 4-2 përballë britanikëve në kampionet të botës, e la jashtë fazës finale të kampionatit evropian të vitit 1968. Pra Gjermania humbi për të lënë vendin për në finalet e europianit Jugosllavisë, e cila kishte arritur të merrte një rezultat një pikavarazh më të mirë. Ndeshja, si thua, decisive e Gjermanisë ishte ajo në Tiranë. Gjermania kishte mbërritur për të fituar, por pikërisht aty ku mendonte që do të fitonte, aq më tepër që bilanci i saj ishte shumë pozitiv në ndeshjen paraardhëse me Shqipërinë kur kishte fituar 6-0 në mos gaboj apo jo në Gjermani, nuk arrin të kaloj. Shumë veta e mbajnë mend atë datë, sikurse thashë largët 43 vjet të 17 dhjetorit vitit 1967 kur formacioni shqiptar që e keni mbas shpinës time i përbër nga Panajot Pano, Frederik Gjinali, Teodor Vaso, Ali Mema, Ramazan Ragami, Jorgaci, Zhega, Bizi, Kazanxhi, Dinella dhe Shlaku, përballë sikur se thash me një prej 11 çeve më të mira të botës në atë kohë, i cili drejtoi, i cili kishte në formacionin e tij disa nga lojtarët më të mirë të globit në atë kohë në kampion të botës. Për diskutuar mbi këtë ndeshje, një pjesë të kronikave të cilës do të transmetojmë vijim të emisionit, duke ftuar 6 veta të cilët kanë lidhje direkte apo indirekte me këtë ndeshje, duke nisur që nga Ismet Bellova, telekronisti legjendar. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Bellova. Për të vazhduar më pas me një prej protagonistëve të kësaj ndeshje, Ramazan Ragamin, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Një shkodran që luante me Partizanin në atë kohë apo jo? E çuditshme pak. Si gjithë shok. Për të vazhduar me Teodor Vason që po ashtu luante me Partizanin. Në mbrëmë se keni ardhur. Isha futbollist i ekipit të Korçës. Ishte në këtë kohë. Në këtë kohë luanit për Korçën. Kishit luajtur më parë për Partizan. Me Partizan 3 vjet, po, me Ramazan Ragamin e me lojtarë të tjerë. Mikel Janku, i cili në këtë ndeshje nuk ndodhej në fushë, por që kishte qenë në ndeshjen paraardhëse në Gjermani, me mbrëma, mirë se keni ardhur. Portier i ekipit kombëtar. Për të vazhduar me zotin Petrit Kumi, fotograf i cili ka, se thua, ka fiksuar në aparatin e tij momentin e goditjes Frederik Gjinalit kur topi kaloi vijën e fatale të portierit Volter, i cili arriti ta nxjerrë gjithsesi dhe gjyqtarja e së ndeshje nuk e akordoi si gol apo jo. Mirëmbrëma, se keni ardhur zoti Kumi. Për të vazhduar me Fatmir Neri, gazetari i njohur sportiv, mirëmbrëma, se keni ardhur zoti Neri. Pra sikur se thash, është 17 dhjetori i vitit 1967, Shqipëria ka pasur të paktën 2 momente magjike. Momenti i parë në minutën e 52 dhe 53, pra po i bashkoi të 2 momentet ku Frederik Gjinali ka goditur 2 herë në drejtim të portës, një herë duke kaluar topi vijën fatale dhe më pas në minutën e 72 kur Panajot Pano po ashtu ka goditur një gjuajtje që për pjesën më të madhe të atyre spektatorëve që kanë qenë në stadium ka qenë gati një gol. Gjithsesi, thash në vijim të kronikës, në vijim të emisionit do ndjekim 2 kronika që i takojnë të njëjtës ndeshje për të risjellë edhe një herë atë situatë, një ditë disi të ngarkuar të rënduar stadiumit Qemal Stafa ishte një mod i keq. Zoti Bellova, si e mbani mend ndeshjen e Shqipërisë me Gjermaninë 1970-ën? 67-ën. Më duket sikur është zhvilluar dje par dje. Megjithëse ka 43 vjet. Kaq të freskët e kam, sepse kam pas një avantazh, kam qenë shoqërues i ekipit gjerman, kam denjur me ta, kam fjetur me ta në hotel Dajti dhe i kam shoqëruar në çdo moment të lëvizjeve derisa janë larguar. A ishte ekipi ndoshta më i mirë i Europës në ato momente apo? Ishte një ekip famoz në kuptimin e vërtet të fjalës, vinte pas finaleve të Londrës. Populli ishte i uritur
shifte një ekip të madh, me thënë drejtën, dhe ngjalli një interesim të jashtëzakonshëm. Kam parasysh kur kemi marrë ekipin Rinas dhe kemi ardhur në hotel Dajti. Ekipi mbriti një ditë para, si zakonisht? 2 ditë para. 2 ditë para. Ka qenë një kohë që ekipet kishin kohë të bollshme pa ardhur. Ka ardhur në Rinas, kanë qenë atje mbi 600 njerëz kurioz që kërkonin autografe, që donin të bënin fotografi me to. I kemi çuar në hotel Dajti dhe atje kemi gjetë një 500 vet pa egzagerim, në gjithë se synte miza në hotel Dajti. Ato kishin hyrë, ato ultrat e të mërshëm kështu, kishin hyrë nga mrapa, kishin hyrë në për sallat ndryshme atje, dhe në për restorant, ishte një restorant veror dhe nga prapa. Cili ishte futbollisti më i famshëm gjerman në atë moment? Kisha për të thënë që Beckenbauer kishte dalë shumë i suksesshëm në skenë, pa ai nuk erdhi. Ai nuk erdhi, po, nuk ishte. Kështu që më duket i mbeti stafeta Overatit, sepse ishte dhe kapiteni i skuadrës. Pastaj këta lojtarë tanë ishin njohur me te, sepse ishin ndeshur 2 herë Partizani për Kupën e Kampionëve të Evropës me Kölnin, dhe ai gëzonte një popularitet jashtëzakonisht madh, ashtu siç donin edhe gjermanët, donin çunat tonë, donin Panon veçanërisht. Po gjithë këta po e njiftin shumë. A ishin gjermanët të sigurt për fitoren nga biseda? Gjermanët me gjithë se na kishin mund më 8 prill, një vit më parë 6-0 në Dortmund, ishin shumë të shqetësuar. Dhe këtë shqetësim unë e shikonja që të Helmut Schöni, një nga baballarët e futbollit gjerman, pasardh si Herbergerit famshëm, babait vërtet të futbollit gjerman. Përse ishin të shqetësuar? Ishin të shqetësuar, shqiptarët luajnë fort në fushën e tyre, bëjnë mrekullira, dhe ajo që ishte shumë e vërtet që për të prish punë jemi shquar gjithnjë, dhe na kishin frikën se mund të prishim punë. Megjithëse ne nuk kishim pasur ndonjë rezultat shumë pozitiv deri në atë kohë me prishtinë fitores me Irlandën e Veriut. Deri para ndeshjes barazimit, 1-1 me Irlandën e Veriut. Me klubet kishim ca gjëra të mira deri aty, se kombëtarja dilte jashtëzakonisht rrallë në skenë, por ato ishin shumë të shqetësuar. Unë e kam parë, e kam ndjerë këte, kishin një siklet jashtëzakonshëm dhe si do ta kalojnë. E njihnin ekipin kombëtar shqiptar apo vetëm nga ndeshja? E njihnin mjaft mirë, e njihnin, edhe qenë jashtëzakonisht të preokupuar. Kulmi që se me 16 dhjetor, në orën 10, në stadiumin Dinamon të asaj kohe, do bënë stërvitje. Sot dole në stërvitje. Dhe atje pa egzageruar, për të qenë brenda 10.000 njerëz. Universiteti ishte mbyllur, gjithë studentët atje. Në zonës të shkollave të mesme, të shkollave të vjeçare, ishin stadium, sportdashës të shumë, ishin stadium. Që ka ndodhur dhe në pas kur vjen presidenti i Bashkimit Gjerman të Futbollit, si që quanin ato Deutsche Fußballbund Federata, më thot, zoti Bellova thot, po ndeshjen e kemi nesër apo jo, thot. Po së them, sot është stërvitje, po që është gjithë këmi leta, do vinë kaq nesër, vinë ato që s'kanë gjithë bileta, thash, vinë sot, nesër ripa me rak do jenë tjerët, dhe stadiumit do jetë akoma më gjigant. Janë shmend nga këj fakt, e them me shumë më bibdje, do me thënë që ka qenë një dukuri e jashtëzakonshme kjo për ta, edhe kjo va futi të merrin akoma frikën akoma më shumë. Zotim Neri,